dhe e frikshme dhe është bërë pikërisht nga këto grupe interesash, ata e qëmtojnë vendin, të vinë atje, të kanë bërë një mbivendosje, edhe ta sjellin takon përpara fytyrës dhe ti ngelesh i arbitër. E ka sistemi, thotë ai. Sistemi është i paprekshëm, ndërkohë sistemi e ka marrë ta ustallarët. Dhe këta hyn në sistemi sa herë do qefi. Tani, unë mendoj që kjo dosja që ka dalë ka evidentuar, ka mbyllur të gjithë puzzle-in se si funksionon ky regjim kriminal. Domethënë, Agasi është il consigliere i mafias shqiptare, kurse ata që kanë shpërdoruar, Balluku, kryetari i bashkisë, të gjitha, të tjera ata janë lieutenantët që kanë sektorët e tyre. Deri tani Rawan mund të justifikonte i pa besueshëm se njerëzit bënin veprim kundër asaj dienisti. Rasti i Agasit tregon që ky është një veprimtari kriminale, një pushteti dhe ka drejt Ametaj që thotë kryetari i këtij grupi kriminal është Rama. Kreu organizatës. Dhe tani nuk është vetëm problemi i medias. Ky njeri ka kapur gjithë shtetin shqiptar. Median e ka kapur për arsye se vetë koncepti i këtij për median ka qenë që të bashkëpunonte, të rekrutonte, domethënë, pronarët. Ambasador, se ka njerëz që shkoj çfarë më thon nga Italia. Për një gjë shumë të vogël se kaq thot. 20 vjet më parë në Itali u arrestuan të gjithë drejtuesit e shërbimit inteligjent dhe si rrjedhoi. U bë edhe reforma e shërbimit, pastaj bashkë me ndryshimin e emrit nga Sismi në AIS. Ndërkohë që këtu flitet që jo tek zyra, po tek shtëpia janë drejtuesit e shërbimit informativ të Agasi. Çdo institucion aty. Po. Ja, kjo tregon që këtu është një shtet mafios, i cili duhet përfundoj medaljen e gjithë të dokumentave, edhe në veprimtarinë e mafjes ndërkombëtare, kur fillon edhe dekonspirohesh skema se si vepron, si funksionon, kush janë ata lieutenantët e grupit kriminal, ti je i asgjësuar. Domethënë këtu jemi përpara një skandali të përmasave që nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës, dhe pikërisht njeriu që duhet mbaj përgjegjësi dje, jo sot, dje është vetëm një njeri, Edi Rama. Të gjithë tjerët janë në funksion të tij. Jo, të gjithë mbajnë përgjegjësi. Janë në funksion të tij, asnjë nuk justifikohet se kanë bërë. Mund të justifikohen pse e ka marrë këtë nivel, pse ka marrë kopshtin e bashkisë dhe e ka prezantuar deri në nivelin më të lartë shteti. Ky është ajo vizioni mediokër i Edi Ramës, por shumë funksional për të vjedhur popullin. Dhe sfundi, dua të them diçka, që gjithë to që diskutojmë, blerjen e mediave, përdorimin e njerëzve të ndryshëm, shkatrimin e ekonomisë, vjedhjen e pensioneve, çdo gjë i ka vjedhur këtij populli. Unë mendoj që ka ardhur koha që jo vetëm reflektimi duhet të jetë i menjëhershëm, edhe unë jam plotësisht dakord me atë që bën opozita, ndoshta është e paktë, por duhet vi nga dita në ditë ndërgjegjësimi i opinionit publik për t'i bashkuar në çdo qelis se sa më shpejt të përfundojë misioni i këtij regjimi kriminal, aq më tepër nuk rrezikohen e ardhmja e Shqipërisë dhe atë që do populli shqiptar që të integrohet në Bashkimin Evropian. Ky i ble të gjitha, i ble me duke bler influencë, në të gjitha rastet, gjithë zyrtarët e lartë, burokratët e... Ambasador, se tani po vinë dëshmi të llatarshme. Shkruan një pedagog, thot. Unë nuk marr vesh nga teknologjia, thot, por studentët e mi sot më kanë llatarisë. Njëri prej tyre aplikoi diku dhe kishte deklaruar se nuk ka llogari kripto. Në fakt kishte në Argjentinë, me çdo të dhënë të tij, edhe firmë Shena Gishtash të dhënë ai di.